Policia e shtetit njofton se vijojnë intensivisht hetimet administrative nga Drejtoria e Standardeve Profesionale dhe Departamenti për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për hetimin e plot me qëllim nxjerrjen e përgjegjësive në lidhje me veprimet dhe mosveprimet përgjatë tubimit të zhvilluar në datën 30 maj 2026 në Portonov, Zvërnec, si dhe për ligjshmërinë e subjekteve private për sigurinë fizike që janë kontraktuar nga pronari për ruajtjen dhe sigurinë fizike të pronës në Portonov, Zvërnec. Në vijim të veprimeve administrative të kryer nga Departamenti për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjektet Myrtos Security dhe Major Security, rezultoi se të dyja subjektet janë konstatuar në shkelje. Konkretisht, subjekti Myrtos Security nuk kishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk kishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në objekt për shkak të mospërmbushjes së këtyre kritereve. Në datën 30 maj 2026 janë lejuar të hyjnë në brendësi të rrethimit persona të paidentifikuar dhe të panjohur nga personeli i shërbimit. Këta persona tubimit kanë ndërhyrë pa patur asnjë atribut ligjor dhe kanë goditur e tërhequr me forcë një shtetas pjesëmarrës në protestë duke i shkaktuar lëndime trupore. Gjithashtu kanë reaguar kundër protestuesve me gur dhe sende të tjera nga rrethimi i pronës. Ndaj këtyre shtetasve që kryen veprimet e dhunshme, punonjësit e Myrtos Security nuk kanë kryer asnjë veprim parandalues apo për largimin e tyre, ndërsa punonjësi i licencuar i subjektit Major Security, së bashku me 2 persona të tjerë, të cilët u proceduan penalisht dhe nga verifikimet rezultoi se të dy të proceduarit nuk figuronin të regjistruar apo të licencuar nga subjekti Major Security, kryen veprime arbitrare duke shpërdoruar detyrën dhe në tejkalim të kompetencave. Pasi goditi me grush, një prej protestuesve e morën me forcë dhe e çuan në brendësi të rrethimit duke i shkaktuar dëmtime trupore. Në përfundim të hetimeve administrative për shkeljet e konstatuara në të dy subjektet, referuar ligjit për shërbimin privat të sigurisë fizike, me vendim të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, të dy subjekteve i hoq licenca për ushtrimin e këtij aktiviteti, ndërkohë që policia njofton se hetimet penale dhe administrative vijojnë.